Përfundon betejë finale zgjedhjeve lokale nëpërmjet balotazhit, qytetarët vendosen se kush duhet t'i udhëheqë 18 komuna në 4 vjetët e ardhshëm. Rundi 2 zgjedhor përcillet edhe me incidente. Në Fushë Kosovë kapet të dyshuar për blerje vote e në Mitrovic mbyllet lokali ku planifikoi të qëndronte kurthi. Udhëheqës shtetërore, lider të partive politike me mesazhe pas votës që dhanë për udhëheqësit lokal. Lavdërojnë procesin zgjedhor dhe e cilësojnë shembull në rajon. Në komunën e vetme me shumicë serbe që shkojnë në balotazh, rezultati u dit pa nisur votimi. Dalja ulët në Klokot pasi kundërkandidati i listës serbe bëri thirrje të votohet kundërshtari. Në ditën e balotazhit u fol edhe për zgjedhjet e parakohshme nacionale, Konjufca i pasigurt nëse do ta sigurojë shumicën e Abdigjiku paralajmëron zgjedhje për fundvit. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Para pak minutash ka përfunduar zyrtarisht koha gjatë së cilës qytetarët kanë pasur të drejtë të votojnë për kryetarë të komunave që shkuan në balotazh. Pas orës 19, votimi mundsohet vetëm atyre që në këtë kohë kanë qenë në radhë duke pritur për ta ushtruar këtë të drejtë. Gjatë tërë ditës, ekipet e kohës kanë mbuluar procesin zgjedhor në të 18 komunat ku zhvillua betejë finale. Gara kryesore është për kryeqytetin dhe ajo u zhvillua mes kandidatit të LDK-s Përparim Rama që synon mandatin e dytë dhe kandidatit të vetëvendosjes Hajrullah Çeku. Gazetarja Marigona Brahimi ndodhet në qendrën e votimit te shkolla Fajkonica. Përshëndetje Marigona, çfarë karakterizoi këtë proces votimi dhe a ka ende qytetarë që presin për të votuar? Përshëndetje edhe për ju në studio, pra ne ndodhemi aktualisht në sheshin George Bush, ku ka qenë edhe kjo pikrisht arena për disa muaj, arena ku thyen shpatat dy kandidatët për kryetar të Prishtinës, ai i LDK-s Përparim Rama dhe ai i Lëvizjes Vetëvendosje. Ai i LDK-s Përparim Rama dhe ai i Lëvizjes Vetëvendosje Hajrullah Çeku, dhe megjithatë, bazuar në premtimet që dhanë e ardhmja e këtij sheshi do të dihet tek pas publikimit të rezultateve nga KQZ-ja, me që siç e thatë edhe ju, tashmë u mbyllen qendrat e votimit pikrisht në orën 7. Gara e balotazhit në Prishtinë nuk është karakterizuar me incidente dhe ka shkuar kryesisht mirë, po megjithatë interesimi i qytetarëve për të dalë në votim ka qenë më i ulët se në raundin e parë, ku deri në orën 17, sipas të dhënave të KQZ-s, kanë dalur të votojnë diku rreth 80.000 persona e të drejtë vote patën 222.000 persona. Mirë po në raundin e parë të votimit, sipas të dhënave të KQZ-s, pikrisht deri në orën 17 kishin dalur të votojnë diku 10.000 persona më shumë, me që ishin edhe 8 kandidat më shumë në garë se sa që ishin tash në balotazh. Kujtojmë se në raundin e parë të votimit, kandidati i LDK-s pati 518 vota më shumë se sa ai i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe në këto zgjedhje, në këtë raund votimi, pritet që në këtë raund votimi pritet që votat e partive të tjera, sidomos ato të Partisë Demokratike të Kosovës që pati 27%, ta përcaktojnë edhe fituesin. Mirë po, duke u bazuar edhe me që tashmë mbyllen qendrat e votimit dhe duke u bazuar edhe në publikimin e rezultateve nga KQZ-ja, siç ndodhi në raundin e parë, mund të pritet që shumë shpejt të dalin edhe rezultatet e dy kandidatëve edhe për kryeqytetin, por edhe në 17 komunat tjera ku sot pati garë për kryetar komunash. Të falenderoj Marigona për informacionet. Fushat intenzive është realizuar edhe në Mitrovic, në të cilën komunë garoi kandidati i LVV-s Faton Peci dhe ai i PDK-s Arjan Tahiri. Në këtë komunë ndodhet gazetarja Valbona Bytyqi. Valbona, çka e ka karakterizuar procesin në jug? Mirëmbrëma për juve dhe shikuesit e Kohavizionit. 30.000 qytetarë nga 84.715.000 sa kanë pasur të drejtë vote në komunën e Mitrovicës së Jugut kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar deri në orën 17 sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gara në Mitrovicë të Jugut njashtu edhe në komunën e Vushtrës, të cilën e kanë përcjellur gjatë ditës, ka qenë goxha e ngushtë, nisur qoftë nga fusha
fshata dhe nga gara që është zhvilluar nga dy kandidatët në të dyja komunat, po ashtu edhe nga zhvillimet që i kam përcjell të dy komunat sot gjatë gjithë ditës. Ajo se çfarë do të mund të ndajmë ndoshta për shikuesit nuk është që mund të konsiderohet apo të vlerësohet si incident, mirë po që kemi pasur raste, në fakt njëri prej rasteve që ka qenë më i theksuar ka qenë në komunën e Vushtres, ku njëri prej menaxherëve të shkollave apo të qendrave të votimit është akuzuar për presion ndaj një votuese e cila ka shfrytzuar pra ka pas të drejtë vote në këtë qendër të votimit. Përveç komunës së Vushtres, një lloj presioni ndaj qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Jugut është konsideruar edhe prania e kryeministrit në detyrë Albin Kurti për disa orë në këtë komunë, pastaj paraprakisht ka qenë edhe në Vushtres, derisa për në komunën e Mitrovicës së Jugut ai ka pasur të planifikuar një takim në njërin prej kafeneve në lagjen Tavnik të komunës së Mitrovicës së Jugut, mirë po që për shkak të pranisë të dy grupacioneve, pra të përfaqësuesve apo simpatizantëve të lëvizjesve të vendosje dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, lokali në të cilin ka qenë i paralajmëruar apo ka qenë duke pritur si mysafir kryeministri në detyrë Albin Kurti, është detyruar që përkohësisht të mbyllet dhe të largojë që të gjithë klientët nga lokali me qëllimin e vetëm, me synimin e vetëm, siç ka thënë edhe vetë pronari i lokalit, që të evitohen incidentet e mundshme. Ky lokal ka qenë fare pranë njërës prej qendrave të votimit në komunën e Mitrovicës së Jugut, derisa përfaqësues apo simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë qenë klient të këtij lokali, kanë konsideruar si presion dhe provokim nga vetë kryeministri në detyrë. Për shkak që i është pamundësuar mbajtja e takimit në lokalin pra në lagjen Tavnik, ai ka ndërruar lokacion, pra kryeministri Kurti ka ndërruar lokacion dhe takimin e ka zhvilluar në një lokal tjetër në po të njëjtën lagje, disa metra më larg nga vendi se ku ka pasur të paralajmëruar ta mbaj takimin fillimisht, mirë po takimi nuk ka qenë edhe aq i gjatë, ka pasur goxha pjesëmarrës në të, mirë po pas përfundimit të tij, as kryeministri në detyrë Albin Kurti, as kandidati i lëvizjes vetëvendosje përkatësisht i Partisë Guxo për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut, zotri Faton Peci, e as Armend Muja si përfaqësues i lëvizjes vetëvendosje nuk kanë pranuar që të flasin për media dhe të sqarojnë se cilat janë arsyet e së tyre në ditën e votimit në komunën e Mitrovicës së Jugut. Aktualisht, derisa kanë kaluar shumë pak minuta prej kur edhe janë mbyllur qendrat e votimit në rrethotullimin që çon prej Mitrovicës së Jugut drejt urës së Ibrit, jemi duke parë disa vetura të cilat janë duke fishkëllyer dhe mirë po është e pamundur që të identifikohen se prej cilit tabor pra i përkasin, nëse i takojnë taborit të lëvizjes së vetëvendosje apo dhe nëse i takojnë taborit të Partisë Demokratike të Kosovës, tabore këto të cilat që të dyja janë në garë. Përveç këtyre që i përmenda, vlen të theksohet se si ekipe pra të medjave, si vëzhgues të akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kemi hasur në disa raste në pengesa sa i përket xhirimit në vendvotime. Zyrtarët në qendrat e votimit të cilat i kemi vizituar pra për të parë nga afër zhvillimin e procesit të votimit, fillimisht në fshatin Shqipal të Mitrovicës së Jugut, e pashtu edhe në Lumëmadh të Vushtres, kanë pretenduar se gazetarët nuk janë të lejuar që të xhirojnë brenda vendvotimeve me arsyetimin se nuk janë votues dhe nuk janë duke shfrytzuar pra të drejtën e tyre për të votuar. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në komunën e Mitrovicës së Jugut për të parë se cili prej dy kandidatëve në garë, pra nëse Faton Peci apo Arjan Tahiri do të zgjidhet pra kryetari i ri i Mitrovicës së Jugut. Paluan të falenderojmë për informacionet nga qyteti i Ibrit. Kalojmë në atë të Lumbardhit, ku në balotazh shkoi kandidati i PDK-s Shaqir Totaj, që synon mandatin e dytë, si dhe kandidati i LVV-s Artan Abrashi. Gazetari Ardona Popova ka përcjell procesin zgjedhor në këtë komunë. Ardona, si ka ecur procesi zgjedhor në Prizren? Mirëmbrëma. Për ju, në studio dhe për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit, pra si shtatë dhe ju, ekipa e Kohës ka qëndruar për gjatë tërë ditës këtu në komunën e Prizrenit për me pa se si ka shku procesi zgjedhor, pra jemi këtu që nga orët e para të mëngjesit, deri tani kur para pak minuta që është mbyllur edhe ky proces, ku
Qytetarët e Prizrenit, vetëm 41.004 qytetarë pra kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për me votu, ndërkaq nga 188.971 qytetarë sa kanë pas të drejtë me shfrytzu të drejtën e tyre për vot. Si proces diçka ka shku në rregull, mirë po për më na tregu më detajisht, atëherë ofër vetësh kam edhe togerin e policisë këtu në rajonin e Prizrenit, Shaqer Bytyqi, i cili ka më na jep pak më shumë detaje lidhur me këtë proces se si ka shku në rajonin e Prizrenit. Atëherë togera ka shku na tregun si ka shku procesi zgjedhor në rajonin e Prizrenit. Sa për këtë procesit e zgjedhur në rajonin e Prizrenit, unë ju tregu në pikat shkurta për atë sa për këtë çështje anës së sigurisë. Ashtu siç edhe jeni njohuri, policia me kohë është përgatitur dhe ka përgatitur plan operativ për sigurimin e zgjedhjeve, duke përfshirë që nga fillimi domethënë mbartja e materialeve zgjedhore nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhor në Komisionin Komunal dhe pastaj nga Komisioni Komunal në përqendrat e votimit. Gjatë kohët policia ka siguruar prej fillimit të procesit votimit deri në përfundimin të numërimit me zyrtar policor qendrat e votimit, gjithashtu dhe ka pasur patrolla mobile zgjedhore, të cilat kanë patrolluar her mas here në zona ku janë bërë zgjedhjet. Nuk ka pas në incident më serioz që do të ndikonte në procesin zgjedhor. Një incident është raportuar në fshatin Korish, ku një qytetar ankohet për një sulm që ka ndodhur atina nga një person tjetër, të dy kanë qenë vërkus në procesin zgjedhor. Të dytë janë ftuar në stacionin policor në Prizren Veri, janë intervistuar dhe sipas deklarimeve të tyre dhe në konsultim me prokurorin e kujdestar që ka qenë, është konstatuar se çështja për të cilën ka qenë sulmi nuk ka të bëjë me procesin zgjedhor. Policia ka vazhduar procedurën lidhur me incidentin në fjalë dhe në konsultim me prokurorin dyshuarisht ndaluar, por është me rëndësi të cekës se nuk çështja e konfliktit nuk ka të bëjë me procesin zgjedhor. Faleminderit shumë. Unë linjën e kisha kalu në studio në rast që nuk keni diçka për të më pyetur, e ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu derisa të bëhet shpallja preliminare e rezultateve. Falenderojmë Ardonën, procesin zgjedhor në Anamorarve ka ndjekur gazetarja Vlerë Mehmeti. Vlera, çka e karakterizoi procesin e votimit në Gjilan, aty ku u përballën Alban Hyseni, LVV-s dhe Arber Ismaili i LDK-s? Përshëndetje Marigona për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e Koavizionit. Ne po lajmërohemi pra nga komuna e Gjilanit. Derisa në raundin e parë në këtë komunë pjesëmarrja në votim ishte 41.81%. Tani sipas dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat u përditësuan para pak minutash, pjesëmarrja në votim është diku afër 33%. Ne aktualisht jemi në njëra nga qendrat kryesore të votimit këtu në qytet, jemi në shkollën Thimi Metko. Pjesëmarrja e ullët e qytetarëve në votim është konfirmuar edhe në këtë shkollë, pasi që drejtoresha e shkollës tha se në krahasim me raundin e parë kanë vrejtur pjesëmarrje dukshme të ullët të qytetarëve të cilët kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për votë. Po ashtu në këtë qendër, sikurse edhe në qendrat e tjera, janë vrejtur disa probleme apo të lashe të cilat e kanë përcjellë gjithë procesin zgjedhor gjatë tërë ditës, pasi edhe në këtë qendër, sikur edhe në qendra tjera, menaxherët kanë konfirmuar se disa votues janë detyruar që të kthehen mbrapa pa shfrytzuar të drejtën e tyre për votë. Ata ishin kryesisht të moshuar si dhe persona me aftësi të kufizuara. Kjo pasi sipas tyre kur kanë ardhur për të votuar, i është kërkuar një dokumentacion mjekësor në të cilën dëshmohet se për shembull ata nuk dinë shkrim dhe lexim. Kështu në mungesë të tij dhe në mungesë të informimit paraprak për të pajisur me këtë dokument, si dhe pasi u pamundësua ndihma nga familjarët e tyre, ata janë detyruar që të kthehen mbrapa pa votuar. Ndërsa sa i përket ndonjë incidenti tjetër, ne para pak minutash kemi kontaktuar me stacionin e policisë këtu në komunën e Gjilanit dhe kanë konfirmuar se për dallim nga rondi i parë në të cilën janë shënuar disa incidente, kësaj radhe nuk ka pasur ndonjë incident
janë të shënuar që mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në zgjedhje, në rezultatin e zgjedhjeve, thanë që procesi ka shkuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi të shënuar. Ndërsa sa i përket dy kandidatëve dhe subjekteve politike të cilat kanë shkuar në balotazh, rikujtojmë se kandidati i Lidhjes Demokratike, Arber Ismaili, në raundin e parë ka pasur gati ofër 7.000 vota më pak se sa kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Hyseni. Ndërkaq që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu në Gjilan, do t'i presim rezultatet preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe do të përcjellim edhe atmosferën që do të shoqërojë qytetin e Gjilanit, e po ashtu do të presim paraselive të dy subjekteve politike të cilat shkuan në balotazh. Kaq nga kjo lidhje direkte, për më shumë informata, ne patjetër do të lidhemi edhe në edicionin special. Të falenderojmë Vlera, e në përballja u zhvillua ndërmjet Gazment Muhaxherit të LDK-s dhe Taulant Kelmendit të LVV-s. Gazetarja Donika Fazliu ndodhet në këtë qytet për të na informuar për të gjitha zhvillimet e ditës. Donisa, linja për ty. Përshëndetje Marigon për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Në ora 19 vetë se janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit këtu në komunën e Pejës, 30 sa janë gjithsej. Pa incidente e situatë e qetë është situata e cila e karakterizuar këto komunën e Pejës në raundin e dytë të balotazhit në zgjedhjet lokale të vitit 2025, ku dy kandidatët, Taulant Kelmendi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Gazment Muhaxheri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, janë duke u përballur për të marrë në udhëheqje komunën e Pejës në 4 vitet e ardhshme. Ne gjendemi këtu aktualisht në qendrën më të madhe të votimit në komunën e Pejës, pra në qendrën Rifat Gjota, ku një numër i madh i qytetarëve vetë se kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar dhe gjithashtu dhe në ora 19, pra në këtë qendër vetë se janë mbyll dyer dhe vetë se kanë filluar të numërohen edhe votat për të parë se cili është kandidati i cili do të prijë këtu në këtë qendër votimit. Vlen theksohet se dalja e përgjithshme në zgjedhje sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në ora 17 në komunën e Pejës ka qenë rreth 23%, ku sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numri i përgjithshëm i votuesve në këtë qendër ka qenë 120.000, prej tyre 63.000 meshkuj, ndërsa 58.000 femra. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 1895 qytetarë nga diaspora kanë pasur të drejtë vote pra këto në komunën e Pejës. Gjatë ditës vlen të përmendet që nuk ka pasur incidente në komunën e Pejës. Kjo është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, të cilët e kanë mbarvajtjen e gjithë këtij procesit. Për dallim nga Peja, incidente ka pasur në komunën e Klinës, ku disa qytetarë kanë tentuar ta fotografojnë votën e tyre, por nga policia e Kosovës kanë konfirmuar për kohën se prokurori i shtetit dhe policia janë duke u merrur me këtë rast. Gjithashtu vlen theksohet se në zgjedhjet e 12 tetorit, këto në komunën e Pejës, dalja e përgjithshme në zgjedhje ka qenë rreth 34%. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i popullsisë është 82.000 qytetar, ku vret një dallim i madh në numër nga numri i votuesve në këtë komunë për shkak të mospastrimit të listave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. KQZ-k e ka arsyetuar me se adresat i kanë marrur në Agjencinë e Regjistrimit Civil si dhe në platformën e Kosova. Si që thash edhe më herët, në Pejë situata ka qenë e qetë dhe nuk ka pasur incidente. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në Pejë edhe gjatë kohës së festimeve, pra do të shohim nëse Gazment Muhaxheri i LDK-s do ta marrë udhëheqjen e komunës edhe në 4 vitet e ardhshme, apo Taulant Kelmendi i Lëvizjes Vetëvendosje do ta marrë udhëheqjen këto në këtë komunë. Po ashtu vlen të theksohet se asgjysma e qytetarëve të komunës së Pejës nuk kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën në studio. Faleminderit Donis, tani lidhemi me një komunë tjetër të Dugaxhinit. Në Gjakov gara finale u zhvillua ndërmjet Ardian Xhinit të AK-s dhe Ardian Golës së LVV-s.
Tani lidhemi me gazetaren Sanie Jusufi që gjatë gjithë ditës ka përcjell procesin zgjedhor në këtë komunë. Sanie, cilat janë informacionet më të reja? Përshëndetje Marigona, për ju dhe gjithë shikuesit e Koha Vizionit, ashtu si që thatë, gjatë gjithë ditës kemi qëndruar këtu në komunën e Gjakovës për të përcjell nga afër se si po ecën procesi votimit për raundin e dytë në këtë komunë. Nga ajo që kemi parë, prej 93% të vendvotimeve që janë pra pjesëmarrja që është rezultati zyrtare të KQZ-s, afër 28.892 qytetarë të Gjakovës e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të marrë pjesë pra në raundin e dytë të zgjedhjeve për të votuar për njërin nga dy kandidatet, Ardian Gjinin e AK-s dhe Ardian Golën nga Lëvizja Vetëvendosje. Gjatë ditës sa kemi qëndruar në këtë komunë, procesi ka ecur mirë dhe nuk ka pasur ndonjë paregullsi që do të ndikonte në prishjen e imazhit të zgjedhjeve. Nga ajo që kemi pa, ka pasur një tentim për të ndihmuar apo për të asistuar një familjare, megjithatë nga antarët e komisionit të zgjedhor, pra nga komisionerët këtu, është ndaluar për shkak se është thënë pa pasur një raport nga ana e mjekëve, nuk mund të asistoj askënd për të votuar. Edhe gjatë ditës kemi lëvizur edhe në përfshatrat e Gjakovës, procesi ka shkuar pra në rregull, nuk ka pasur ndonjë pengesë dhe qytetarët për dallim prej herës së kaluar kur kishin pengesa për ta gjetur vend votimet, këtë herë kishin më të lehtë pra për shkak të raundit të parë që ishte zhvilluar një muaj më parë. Gjatë ditës kemi qenë edhe në Junik gara ka qenë më e ashpër në mes të kandidatit të LDK-s Rushdi Shehu dhe atij të AK-s Agron Kuçi. Gjatë kohës sa kemi qëndruar në atë komunë, kemi pa një prezencë të madhe të qytetarëve apo njerëzve të partive politike, të cilët kanë qëndruar para shtabeve të partive politike, sidomos para atyre që janë në garë pra për kryetarin e komunës. Ndërsa në orët e mbrëmjes kemi pasur akuza sidomos nga kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ka thënë se në Junik po votojnë edhe banorët të cilët nuk janë pra banorë të Junikut faktikisht, megjithatë një gjë e tillë është mohuar nga qendra e votimit aty për shkak se ata është thënë se KQZ-ja e ka përditësuar këto lista dhe të gjithë votuesit që po votojnë në këtë qendër janë pra pjesë e listave të hartuar nga KQZ-ja. Se si ka ecur ky proces në Junik dhe nëse ka vend për dyshime, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë atje dhe do të marrim informata edhe nga ana e policisë dhe prokurorisë për të parë nëse ka dyshime të tilla apo siç po pretendon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, njëkohësisht edhe Vetëvendosja, pra që në këtë komunë po votojnë ata që nuk janë banorë të Junikut. Ne do të vazhdojmë këtu në Gjakovë për të parë se cilin nga dy kandidatët do të udhëheq me komunën e Gjakovës për një mandat 4 vjeçar. Do të shohim nëse njëra nga këto dy parti që janë në garë do të ketë festime dhe pra do të përcjellim edhe festën që do të zhvillohet këtu në qytet përkundër motit të ligë që është duke mbretëruar, pra e cili na ka përcjell gjatë gjithë ditës. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, po a kaloj linjen në studio. Faleminderit Sanie, KQZ-ja ka paralajmëruar se në orën 19:30 do të organizojë mbledhjen e radhës për të informuar qytetarët rreth procesit zgjedhor. Në këtë institucion ndodhet gazetari Ardiana Dragusha. Ardiana, ajo që më shumë më intereson tani qytetarëve është se kur pritet të nisë shpallja e rezultateve. Ke ndonjë informacion? Përshëndetje Marigona dhe për ju dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Ne aktualisht jemi tek zyrat e Komisionit Qendror Zgjedhor, këtu ku po presim për konferencën e fundit që mban KQZ për ditën e sotme, duke pritur çdo dhe për shpalljen e rezultateve. Vlen të përmendet që bazuar në të dhënat e fundit që i kemi të publikuara nga KQZ, deri në orën 19:00, 31.84% është pjesëmarrja në zgjedhjet e qytetarëve me të drejtë vote, ndërkaq sipas tyre, bazuar me raundin e parë, pra në periudhën e njëjtë të raundit të parë, pjesëmarrja sot ka qenë më e ulët, pasi vetëm deri në orën 17 në raundin e parë patëm votuar 33% e qytetarëve me të drejtë vote. Sa i përket rezultateve, KQZ nuk ka dhënë një orë të saktë, por që pritet të publikohen së shpejti edhe rezultatet përfundimtare, teksa kanë përmendur që janë kujdesur që edhe sistemi të jetë në nivelin e duhur dhe të mos ketë lashet që i kemi pasur në zgjedhjet e kaluara. Pra, si informacion, do të jetë në orën 19:30 edhe
konferenca nga KQZ, ku presim për të konstatuar edhe të dhënat e fundit, si gjithmonë të dhëna nga kryetari i KQZ-s, zoti Krishnik Radoniqi. Tashmë dhe gjitha mediat jemi bërë gati këtu për të pritur edhe fillimin e kësaj konference, andaj po ju lëm vetëm me pamjet të cilat do të keni rastin të ndiqni deri në fund të përfundimit të kësaj konference. Nëse ju s'keni ndonjë pyetje Marigona, po e drejtojmë Linën në studio. Falenderojmë Ardianën për informacionet e ndara. KQZ-ja mbajti disa mbledhje gjatë ditës, gjatë të cilave pati edhe tensione. Polemika u zhvillua për votuesit që u asistuan. Problemet që janë shfaqur në balotazh të votuesit me asistencë që nuk din shkrim lexim, kanë gjallur debate polemika mes përfaqësuesit të PDK-s në KQZ, Arjanit Elshani, dhe atij të VV-s Alban Krasniqi. Krejt ky debat është bërë pasi një grua në Gjakovë është ndaluar nga komisionere të qendrës së votimit në shkollën Vehmi Agani, që t'i asistoj prindrit të saj të votonin. Ajo ka thënë se komisionerët i kanë kërkuar raport mjekësor për prindrit, me arsyetimin se vetëm me dëshmi mjekësore mund të lejohet asistenca gjatë votimit. Ajo ka kërkuar ndihmë edhe nga kandidati për kryetar Aldan Gjini. Po, veç kësa e hu vota. Dokumentën tavolin, unë s'kom pat mjekut. Hera dytë, e njëjta procedur. Hera tretë, e njëjta procedur. Unë e veç një përcjellje e det të kabina. S'kom nevojën e me votu, për këta din, për këtë votojnë. Ku me votu në atash? Ku unë e du nga mi qunë shpe? S'kom që me votu. Kryetari KQZ-s Krishnik Radoniqi ka thënë se për këto raste ka pasur sqarime që janë bërë me kohë. Personat që nuk din shkrim lexim nuk kanë drejt vote, por nuk kanë drejt vote me asistencë. Asistenca atyre mund të shkoj deri tek kutia votimi, por jo me tutje. Jo me votu të thotë për ta. Votimi me asistencë për personat të cilët kanë nevojë asistencë, nevojitet ndonjë dokumentacion mjekësor që e dëshmon se ai nuk është i aftë të votojë. Edhe në një mbledhje të KQZ-s që ishte mbajtur 2 javë më parë, antari KQZ-s Sami Kurteshi kishte ftuar edhe prokurorin të hetoj votat me asistencë në komunën e Hanit të Elezit. 2 persona në Fushë Kosovë janë arrestuar dhe janë dërguar në mbajtje në ndyshimin për shitblerje të votës. Rundi i dytë i zgjedhjeve është karakterizuar si i qetë, por se partitë kanë bërë akuza të ndërsjella për shkelje. Dy të arrestuar për shitblerje vote është bilanci penal i ditës së diel të balotazhit në 18 komuna të Kosovës. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se të 2 të dyshuarit nga komuna e Fushë Kosovës janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Koordinatoria nacionale për zgjedhje prokuroria Laura Pulja ka thënë se ky nuk ishte i vetmi rast. Po kemi dhe sot rastet e tilla të fotografimit të votës, edhe rasti për cilën vetëm të përmendëm më parë në Fushë Kosovë ka pas të bëjë me fotografim të votës dhe me dhënjet e parave për këtë fotografim. Pra, edhe për këtë arsye ndaluara 2 persona dhe disa raste tjera kemi edhe një rast tjetër që nuk tani ka ndodhur në njërin prej komunave, është ndaluar një person, mirë po është ndaluar për intervistim e jo ndalim me vendim të ana prokurorit. Në Mitrovicën e Jugut shkoi kryetari i LVV-s Albin Kurti, i cili i dha përkrahje Faton Pecit në kohën kur ishte në fuqi heshtja zgjedhore. Në këtë komunë ka qarkulluar paralajmërimi se kryetari i LVV-s dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti do të zhvillonte një takime me qytetar në një kafene të lagjës Tavnik. Pronari i lokalit tha se e mbylli atë me që u friksua se do të tensionohej gjendja, shkaku që në lokal kishte edhe përfaqësues të PDK-s. Megjithatë, Kurti u ndal për kafe në një lokal tjetër me kandidatin Faton Peci e edhe bëri fotografi me të. E në Prishtinë, ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sfesla është fjalosur me një qytetar që e kishte në setër një distinktiv të LDK-s. Sfesla ka pretenduar për shkelje me që aktivisti i LDK-s ishte afër qendrës së votimit. Aktivistin e saj e mbrojti LDK-ja, e cila në një reagim e fajsoi Sfeslën për sjellje të papranueshme.
Si për rastin e Sfeslës në Prishtinë, ashtu edhe për praninë e Kurtit në Mitrovic, ka folur në konferencë për media nënkretarja e PD-s Vlora Çitako. Ajo tha se këto janë sjellje të pahishme në ditën e zgjedhjeve dhe abuzim i resurseve shtetërore. Njerëzit që kanë fuqi politike e që janë përkohësisht të veshur me petk institucional dhe kanë pushtet efektiv, duhet të jenë shumë të kujdesshëm që mos të abuzojnë me resurset shtetërore dhe të jenë të vëmendshëm që qytetarëve tua lënë të lirë që të vendosin ata vetë se për kë votojnë. Në PZAP, gjatë së dielës janë dorëzuar 8 ankesa që kishin të bënin me natyrat e shkeljes siç janë postimet në rrjetet sociale. Por kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonisi procesin e votimit e ka vlerësuar si të qetë dhe pa pengesa. Por procesi zgjedhor është lavdëruar nga udhëheqës shtetëror dhe ata të partive politike. Pasi ushtruan të drejtën e votës, ata theksuan rëndësinë e pjesëmarrjes sa më masive në zgjedhje. Përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe kryetar të partive politike votuan në raundin e dytë zgjedhor dhe u bën thirrje qytetarëve për dalje masive. Presidentja Vjosa Osmani tha se kjo është një ditë po aq e rëndësishme sa raundi i parë dhe i lavdroi procesin. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithnjë organizojmë zgjedhje të lira e demokratike. E kryeministri në detyrë Albin Kurti foli për rëndësinë e zgjedhjeve lokale. Është teje e rëndësishme për mirëqenjen, dinjitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë. Edhe përfaqësues të partive vënë theksin te pesha e votës së secilit qytetar në procesin zgjedhor që nuk kontestohet. Secili prej tyre duhet dhe mund ta luajë një rol të rëndësishëm për t'i dhënë drejtim komunave ku jetojnë në 4 vite të ardhshme. Mënyra se si organizojmë zgjedhje, si dalim në mënyrë festive, si pranojmë rezultatet, e si e trajtojmë procesin zgjedhor është mrekulli e veçantë demokratike, me cilën populli i Kosovës duhet të krenohet dhe për cilën e uroj. Prej 2010-s kur pati vjedhje vote që ambasadorët e quajtën industriale, proceset pasuese zgjedhore nuk janë kontestuar nga subjektet politike. Në komunën e vetme me shumicë serbe që shkoi në balotazh, fituesi u dit para se të nisë votimi. Procesi zgjedhor për kryetar të Klokotit u zhvillua formalisht, me që kundër kandidati i atij të listës serbe hoqi dorë nga gara dhe ju bashkua kësaj partie. Komuna e Klokotit e zhvilloi formalisht procesin zgjedhor për kryetarin e komunës, anise nuk pati garë mes 2 kandidatëve. Sreçko Spaseqi, iniciativës qytetare Uniteti Kombëtar Serb, më 3 nëntor u tërhoq nga gara dhe kërkoi nga mbështetësit që votën t'ja japin kundërshtarit të tij Božidar Dejanovićit, që është kandidati i listës serbe. Dejanovići e udhëhoqi votimin grupor të rreth 20 personave të dielën. Për shkak të garës me një kandidat, interesimi për votim ra. Her brenda e her jashtë ullur në këtë stol, komisioner dhe vëzhgues po prisin për votues në këtë qendër votimi në Klokot. Por deri tash kur kanë kaluar më shumë se 6 orë prej kur janë hapur qendrat e votimit, asnjë qytetar i vetëm nuk është paraqitur për votim. Ekipet mobile të KQZ-s deri rreth orës 14 morën votat e vetëm 17 votuesve, të gjithë serb. Tani kem gjithsej 17 vende apo shtëpi. Ata persona janë me aftësi të kufizuar apo të shtyrë në moshë, që nuk kanë pas mundësi me dalë me votu. Procedura ka shku gjithçka në rregull, gjithë votues kanë qenë normalisht komunitetit serb, pasi që edhe kandidatët cilët janë për komunë të Klokotit, për garë, janë aktualisht serb. Në garën, ku fituesi dihet, interesimi i shqiptarëve për të votuar ka qenë i zbet, ndonse jo i munguar. Në një qendër votimi në Mogill të Klokotit, deri në mesditë votuan 6 persona, të drejtë vote aty patën vetëm 3 serb.
Në këtë qendër votimi këtu në Mogill të Klokotit, të drejt vote kanë 296 persona, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve solli krejt 200 flet votime. Nga të gjithë votuesit këtu, vetëm 3 i takojnë përkatësisë etnike serbe, ndërkaq deri në orën 2 kanë votuar 6 persona. Fluks më të madh pati në qendrat e votimit, ku numri i votuesve të komunitetit serb ishte më i lartë. Deri në orën 17, kur KQZ-ja ka publikuar të dhënat e fundit, në Klokot dolën të votojnë 1058 persona nga 4181 me të drejtë vote. Në ditën kur qytetarët e 18 komunave votuan për kryetarët, mandatari për kryeministër Glauko Njufca ka deklaruar se nuk e di ai ka numrat për formimin e qeverisë. E kryetari i LDK-s paralajmëroi për zgjedhjen në fundvit. Indikacione për zgjedhje të reja të përzgjithshme kanë ardhur nga liderët politik edhe në ditën e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Derisa kanë mbetur 10 ditë kohë që të votohet qeveria me mandatar Glauko Njufcën e LVV-s, presidenti Vjosa Osmani tha se është në dorë të partive politike se kur mbahen zgjedhjet për kuvendin. Edhe zgjedhjet nacionale, kurdo që do t'i kemi ato, sepse kjo do të mvaret nga partitë politike që përfaqësohen tani në kuvend, jam e bindur që do t'jenë edhe një gur më shumë mbi këtë kaluan e demokracisë që e kemi ndërtuar për gjatë shumë viteve. Unë jam shumë krenare me qytetarët e Kosovës, të cilët janë kontribuesit kryesor për zhvillimin e demokracisë në vend. Shpresa se i ka votat nuk dha mandatari Konjufca. Kabineti im edhe vetë si kandidat për kryeministër do të dalë në seancë, kur ne ta vendosim ditën e saktë, e pastaj se a do të votojmë ajo, më shumti në dorë e kanë deputetët e partive tjera, me qenë se ju e dini që deri tash në këtë kompozicionin e numrave të mazhorancës nuk kanë qenë më shumë se 56 ose 57. E kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se pret zgjedhje në fundvet. Tani besoj që me njëherë nga dita nesërme do të kthejmë fokusin tek zgjedhjet nacionale. Pritet tashmë janë se në fund të dhjetorit do të kemi festën e ardhshme zgjedhore dhe vendimarrjen demokratike në Republikën e Kosovës. Pas dështimit për të votuar qeveria udhëhequr nga Kurti, më 4 nëntor presidenti Osmani u bend se Konjufca ka gjasat për formimin e qeverisë dhe emëroi si mandatar të qeverisë së re. Afati i fundit për formimin e qeverisë është 19 nëntori. Në rast të dështimit për formimin e qeverisë Konjufca, presidenti a shpall datën e zgjedhjeve të përgjithshme. Të nderuar shikues, këto ishin lajmet e tani linjen e kalojmë në studion e Koha Vizionit, ku vazhdon maratona e speciale së balotazhit. Radin Dinja për ju. Faleminderit Marigona, mirëmbrëma të nderuar shikues të Koha Vizionit, mirëmbrëma gjithë ju teleshikues në Kosovë dhe përtej, ku po na ndiqni sonte.